Joni Keta është propozuar nga SPAK për kreun e Byros Kombëtare të Hetimit, pas gati 3 muajsh zvarritje. Sot komisioni i posaçëm, i drejtuar nga Altin Dumani, Arben Kraja dhe Behar Dibra, përfundoi fazën e vlerësimit dhe propozoi që pasardhësi Aida Hajnajt të jetë Joni Keta, i cili aktualisht është nënkryetari i BKH-s. Lista e kandidatëve përfshinte 4 efektiv policie, 2 hetues të BKH-s dhe 1 prokuror. Më saktë në garë ishin Andi Pogaça, Artur Beuel, Tonkër Luku, Gentian Ndoi, Gentian Shehaj, Gledis Nano dhe Joni Keta. Emri tani do t'i shkojë KLP-s dhe Këshilli pritet të marrë vendimin në mbledhjen e 2 dhjetorit 2025. Sipas ligjit, veprimtaria e Byros Kombëtare të Hetimit bazohet në një shërbim të specializuar të policisë gjyqësore që realizon parandalimin, zbulimin, hetimin dhe goditjen e veprimtarisë kriminale nëpërmjet hetimit proaktiv, aplikimit të teknikave speciale të hetimit, aplikimit të sistemeve, databazave, analizës dhe inteligjencës, mjeteve të teknologjisë së informacionit si edhe forcimit masave që synojnë rritjen e parametrave të sigurisë në vend. Mesish drejtueses Aida Hajnaj dhe kreu të SPAK-ut Altin Dumani ka pasur shumë përplasje pikërisht mbi rolin e BKH-s. Aida Hajnaj e la detyrën më 31 gusht dhe SPAK dështoi të zgjidhte pasuesin duke mbajtur peng procesin për 3 muaj. Ndërkohë më 11 dhjetor KLP do të zgjedhë edhe kreun e SPAK-ut pasi ky është muaji i fundit i Dumanit. Pra duket se brenda dhjetorit zgjidhen 2 figurat më të rëndësishme të luftës antikorrupsion.